Duket se nuk ka paqe mes Iranit dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe kjo si pasojë e mos negocimit ose raundit të dytë në Islamabad. Për të folur se çfarë po ndodh atje, kam të ftuar në një lidhje direkte analistin Lutfi Bilali. Zoti Bilali, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit edhe nga ju, zoti Doçi. Zoti Bilali, çfarë po ndodh në linjën e mesme dhe a ka gjasa të ketë një paqe? Është vështirë të thuhet, informatat janë kontradiktore, të cilat lidhen kryesisht me zgjatjen e anëpushimit, po është një anëpushim i anshëm i proklamuar ose ndanimet luftës, nuk e di sa është e saktë terminologjia e tillë kur flasim për ndërprerje të luftimeve apo anëpushim, sepse besoj që ka disa nuanca në dallime, po sidoqoftë po flasim për një aspekt i cili ka të bëjë me një organizim të një marrëveshje e cila mund ta sjell paqen, që është vënë në pikpyetje, them drejtën, që nga fillimi të dy palët kanë luajtur në kartat e tyre, qoftë në strategjinë apo në taktikën e tyre rreth bisedimeve në Islamabad. Trump ka bë paralajmërime që siç dihet nuk është hera parë ku flet për goditje, pastaj sjell fjalë të cilat japin shpresë për një takim dhe bisedime të cilat mund të rrjedhin me një marrëveshje paqësore që është dilematike si do jetë finalja. Mendoj për momentin kemi paralajmërimin e tij që do jetë një anëpushim i cili varet pastaj, sepse është anëpushim i anshëm i proklamuar nga vetë Trump, i cili mundet mbrana një ore të sjell një deklarim apo një vendim tjetër. Mendoj që iranianët, qysh në fillim për takimin e dytë në Islamabad, kanë kërkuar zhbllokimin nga ana amerikane të bllokadës, e cila është vendosur atje dikun te deti arabik, ndërsa Irani kuptohet ka pjesën që lidh drejt për drejt me hyrjen në ngushtitë të cilën kontrollon ekskluziv. Por mendoj që amerikanët me bllokimin e porteve iraniane arrin që në një farë mënyrë ta sjellin në pozitë të konfliktit edhe Kinën, sepse për një moment ta marrim me mend, po që se një tanker kinez kalon asajde, ai me siguri është ngarkuar nga portet iraniane, qoftë në pjesën nalt veriore, në veri afër me Kuvajtin, atë pjesën që është pjesë territoriale e shtetit të Iranit, në Hark, apo edhe në Bandel Abbas, apo në porte tjera, atëherë mund të kemi situata jashtëzakonisht të rënda që mund të kanose sigurinë e përgjithshme botërore. Dhe kjo mendoj që është ai parakushti që kanë kërkuar delegacioni i udhëhequr nga Kalibaf dhe Abasi për të shkuar në bisedime për vazhdimin e rundit të dytë. Dhe kjo është situata me të cilën kemi një brishësi e cila mund të sjellë për çdo moment edhe aksione të reja ushtarake apo goditje që do marrë. Me thonë, dorën zemër kem pas aktivitete të cilat me duket sot u shlamrua edhe Britania e Madhe, që ka pas të shtëra nga garda revolucionare në dy anije britanike, në të cilat tregon që situata është jashtëzakonisht e rëndë, dhe pse me duket që një konfiskim ta quaj kështu apo një goditje ndaj një anije iraniane para 4-5 dite ka sjell në dilemat që ndoshta ka pas edhe aktivitete luftarake, sidomos nga dronët e Gardës Revolucionare Islamike. Por e rëndësishme është që bisedat më duket kanë rënë në qorsokak dhe pak a shumë tavolina është e thyer. Zoti Bilali, sa gjasa ka që të ketë një marrëveshje dhe apo shkohet drejt një rifillimi lufte? Është dilematike, është them kështu e pamundshme të japet një përgjigje precize, por gjasat janë varen nga disa faktorë, të cilët mund të jenë edhe ndërmjetësuesit, në këtë rast Pakistani, i cili është mund të them një lloj komiteti ndërmjetësuesi i cili ka arritur të bind palët në një farë mënyrë, të bëjë organizimin e takimeve, nëse randa në hotelin
në Pakistan, ku kuptohet që forcat e sigurisë kanë të rrethuar komplet atë pjesë ku zhvillohen bisedimet, niveli i sigurisë është niveli më të lartë. Jo që është fuqia Pakistanit asgjë e Kinës apo e Federatës Ruse, por mendoj që pak a shumë një lloj presioni ndoshta që mund të rrjedh tek pala iraniane, mund të jetë ai kinez, deri dikun edhe rus, për të arritur ta bindin Iranin që të shkojnë në bisedime. Gjasat për një marrëveshje paqësore, them drejtën, sipas mendimit tim, janë ende të larta, sepse kemi divergjenca të mëdha, kontradikta të mëdha, sidomos në pikat që kërkojnë amerikanët, por edhe nga ana tjetër pala iraniane. Ndoshta këto bisedime mund të jenë më të gjata, mirë po për momentin më duket që të dyja palëve ju duhet një arsyetim në opinionin e brendshëm, sidomos amerikanëve, të cilët kanë zgjedhjet me zgjedhjet të cilat do i sjellin kokçarje Trumpit, sepse në këtë situatë dhe me këto sondazhe është një trend që zgjedhjet mund të fitojnë demokratët në Amerikë, dhe kështu që Kongresi mund të jetë me 2/3 e demokratëve dhe mund të sjellet në përdërim edhe impeachmenti, i cili mund ta sjellë një ndryshim, ndoshta mund të them edhe historik, për shkarkimin e presidentit. Por të tëra ato mendoj që kanë të bëjnë me atë se kush e fitoi luftën. Luftën mund të them konvencionale në konfrontimin direkt, dihet që amerikanët janë ata që kanë arritur prej 16.900 objektivave apo të saqeve të shpallën si fitues të kësaj lufte. Trumpi e përmend këtë radhazi, por mendoj që strategjikisht iranianët kanë arritur, në anën tjetër do thotë, iranianët kanë arritur që të jenë ata që proklamojnë që kanë arritur një rezistencë jashtëzakonisht të madhe dhe janë fitues strategjik të kësaj lufte. Po që se në këto kondita kemi një situatë të re, me një marrëveshje të re, e cila mendoj që don kohë për përpilimin. Unë besoj që delegacionet ta quaj kështu teknike të dyja palëve janë në Pakistan, sepse të gjitha ato detajet arrin t'i bëjnë këto delegacione, apo mund të them nën punësit e tyre, por në fund marrëveshja ka gjasë që të jetë pak a shumë me një kompromis i cili do jetë ndoshta i dhimbshëm edhe për palën iraniane, por edhe për palën amerikane. Por sidoqoftë mundësitë reale janë që të kemi edhe luftë, dhe kjo luftë atëherë mund të sjellë një situatë dhe një krizë qoftë në tregjet ndërkombëtare të naftës, por edhe në sigurinë e përgjithshme globale. Dhe kjo është arsyeja që mendoj që i faktorë tjerë do të jenë të involvuar, të cilët kanë nevojë që të kemi një stabilitet përgjithësi në botë, por kjo mund të ishte edhe thyrja e parë e amerikanëve në një luftë e cila, edhe pse është një operacion i quajtur sipas tyre, sepse dihet për shpallur luftë nevojitet pas 60 ditëve edhe vendimi i Kongresit, meqense Trump në këtë situatë mund të prolongoj apo të kërkoj një arsyetim që Irani është rreziku, siç e ka deklarata që ndaj Melonës, që Irani për 2 orë mund ta shkatërrojë Italinë. Por sidoqoftë, të jemi decisiv, jam skeptik për një marrëveshje e cila mund të vijë shpejt. Zoti Bilali, çfarë ndodh nëse nuk ka një marrëveshje, dhe mund të ndodhë që Turqia të futet në luftë? Që nga fillimi është tentuar që edhe vendet e gjire, sidomos Arabia Saudite, të futet në luftë, por duket që ka qenë e rrezikshme, meqense ende është ndikimi amerikan në këto vendet e Golfit, që është një deklaratë e vendeve arabe, dikun është paraqitur në mjetet e informimit si deklaratë e Ligës Arabe, që kërkojnë dashpërblimet e luftës nga pala iraniane. Dhe tash kemi situata me cilat mund të jenë
fragiliteti i tërë procesit të paqes do jetë i mundimshëm dhe do kërkon kohë. Turqia realisht që nga fillimi është tentuar që të tërhiqet, të futet në luftë, por mendoj që turqët kanë qenë të përgatitur edhe më herët për një vendim të tillë. Bile edhe baza tyre nuk është lejuar të përdoret për goditjen e Iranit, sepse amerikanët kuptohet edhe NATO, por sidomos amerikanët janë prezent edhe me koka bërthamore në Ingjilik. Turqët dinë fare mirë që hyrja në një luftë të tillë definitivisht do ta forconte dikon tjetër, këtë rast Izraelin, me të cilën mendoj që ende turqit kanë palarur shumë hesape, llogarit do rrjedhin në vitet apo në decenien 10 vjet që nuk shkon, do kemë një përballje po që se Izraeli do jetë ai që mund mund Iranin ta quaj kështu, apo ta dobësoj Iranin ekstremisht, që gjasat janë të vogla, por atëherë do kemi një situatë e cila prej 3 fuqive në region, Izraeli, Turqisë dhe Iranit, Izraeli më tën të jetë forca e cila dëshiron të dobësoj sidomos këto dy vende dhe hall në sy në të ardhmen do ta ketë Turqinë. Por problemi do jetë mes asaj që prishet konstelacioni edhe i vetë aleancës, sepse atëherë do këtë aplikohet artikulli paragrafi 5, me cilën unë dyshoj që nuk do ketë përkraje Turqia nga NATO, dhe dyta, aleati apo vllau i madh i Izraelit, SHBA-t, do jenë ata që do dalin në krah të Izraelit. Dhe kjo të gjitha ato citatet e Trumpit për shqyrtimin e mundësisë së largimit nga aleanca, përfundimisht mund të sjellin në një situatë të rëndë edhe vetë aleancën, por për momentin mendoj që është një përgatitje nga të dyja palët për ditët e zeza, të cilat do vinë, dhe mendoj që do jetë një luftë e cila do ketë shkatërrime jashtëzakonisht të mëdha nga të dyja palët, por fituesi është dilematik të dihet se kush do vije. Meqense turqët janë në një pozicion jashtëzakonisht të vështirë, nga se në të gjitha anët e poleve, lindje perëndim jug, veri, kanë të quaj kështu asë i leqarësh të cilët dëshirojnë që nesër të hyjnë në koalicion me palën tjetër dhe të godasin Turqinë. Por, çuditërisht, edhe vetë Ruthë sot deklaroi në vizitë në Turqi, në përgatitje të samitit të NATO-s në qershor, që Aselsanin e viziton, një kompani gjigante industrisë armatimit të Turqi, dhe jap komplimente jashtëzakonisht të mëdha Turqisë, sidomos në inovacione në zhvillimin e teknologjisë së armatimit. Dhe kjo mendoj që do jetë ajo se kush do përgatitet për momentin final. Mendoj që turqët janë jo vetëm tash, por spaku që një decenje gjysmë, duke u përgatitur me industrinë e tyre të armatimit, e cila është gjigante. Por nuk e besoj që do sjellet situata që të përdoret butoni atomik, nga se është flim edhe njërës apo palës tjetër. Dhe këtë nuk e mendoj as në luftën e me Iranin, nga se mund të kemi pastaj proces impakt zinxhiror, nuk dihet pastaj si do reagoj Pakistani, si do reagoj Federata Ruse, si model për të goditur në Ukrainë, dhe Korea Veriut po ashtu, dhe kemi situata me cilat besoj që bota mund të jetë në rreziqe të mëdha të luftës konvencionale, por jo të asaj strategjike, taktike. Zoti Bilali, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Kënaqësi edhe nga ana ime. Kaloni mirë.